أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet e kanë Allah subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah qobi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Me lena Allah subhanahu wa ta'ala sot fillojmë me kapitullin e parë të librit Al-Adab Ash-Shar'iyya, i cili fillon me kapitullin e gibetit, përgojimit, e bartëve të fjalëve dhe nifakut, këtë rast të vogël. Autori Allahu subhanahu wa ta'ala pas më shërua Muhammed ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, librin e ka fillua me këtë kapitull. Dhe radhitja e kapitujve, radhitja e temave, radhitja pjesëve në këtë libër të dietari, por edhe në librat e dietarëve të tjerë, tregon seriozitetin e asaj me të cilën është dashur me fol, me shkrua edhe me sqarua dietari. Nga rregullat e përgjithshme kemi përmend se libri në vete ka edukata jonë me Allahun subhanahu wa taala, edukata jonë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe edukata jonë me njerëzit. Edukata jonë me Allahun përfshin edukata jonë me librin e Allahut, me Kur'anin, fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edukata jonë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përfshin edukatën tonë me sunetin, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe edukata me njerëzit pastaj është e përcaktuar në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj njerëzit ndahen në tre grupe: ata cilët janë musliman, ata cilët nuk janë musliman, por se e besojnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe mbështeten në libra, në Tevrat, në Injil, në Zebur, në libra tjera të shenjta, por që i kanë devjuar pastaj, dhe grupe tretë njerëzve, njerëzit e cilët nuk besojnë fare në Allah subhanahu wa ta'ala dhe adhurojnë e lusin dikun tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala, janë mushrikin. Me të gjithë këta, ne nuk kemi drejt mësill që është dëshirojmë ne, as si pas inateve ose dëshirave tona, preferencave për dikon, por me gjithësin cilën prej tyre, sillemi, i trajtojmë ashtu sikur që ka urdhëruar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej të gjithëve, më e rëndësishme është sjellja me besimtar. Për shkak se në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i saktë, ka thonë kush nuk i falenderon njerëzit, ai nuk e falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala. Në komentin e këtij hadithi, një prej kuptimeve që kanë nxjerrë dietarët është ai i cili nuk sillet mirë me musliman. Ai nuk sillet mirë automatikisht as me Allahun, as me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, as nuk sillet mirë me hadithin, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Dhe kjo është e saktë.
Për shkak se në momentin që ai sillet keq me besimtarët, e ka vepruar në kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vllazni. Fa aslihu dhata bainahum, përmirësoni çështjet, edhe gabimet, edhe raportet, edhe gjitha në mes besimtarëve. Kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el muslimu ekhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit. Në momentin që nuk e respekton besimtari besimtarin, atëre në fakt nuk e ka respektu fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë lloj lidhje Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Fa innahum la yukadhibunaka walakin al-kafirin. Allah subhanahu wa taala kur njerëzit mushrikët e kanë përgënjeshtruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thonë se ti je rrens, i kanë thonë ti je magjistar, ti nuk je pejgamber, ti nuk je me kurrë, Allah subhanahu wa taala e ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, innahum la yukadhibunak, ata nuk janë të përgënjeshtruar ty o Muhammed, po ata janë të përgënjeshtruar Allahun. Shtrohet pyetja, pse ata janë të përgënjeshtruar Allahun kurse ata Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë të thonë se ti nuk je pejgamber. Po këta janë të kundërshtuar Allahun se Allahu ka thënë pejgamber. Është ky. Idha ja'aka al-munafiqun, thot Allah subhanahu wa taala, o Muhammed, kur të vinë ty munafiqët, qalu nashhad, ata thonë ne dëshmojmë annaka la rasulullah, se ti je i dërguari i Allahut. Thot Allahu wallahu yashhadu, Allahu dëshmon annaka la rasulu, se ti je i dërguari i Allahut. Walakin al-munafiqin, por se munafiqët janë gënjeshtar. Allahu subhanahu wa taala dëshmon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar. Edhe kushdo që e përgënjeshtron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai është duke përgënjeshtruar në fakt Allahun. Allah subhanahu wa taala për fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga mendja e vet, por çkado që fol i ka thonë Allah subhanahu wa taala kështu me fol. Dhe kushdo që e përgënjeshtron hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është të përgënjeshtruar më pejgamberin alajhissalam, është të përgënjeshtruar Allahun. Pse të përgënjeshtruar Allahun? Se Allahu ka thonë ky fol sipas shpalljes që ja dha punë. Dhe në momentin kur besimtari nuk sillet mirë me besimtarët e tjerë, ky në fakt nuk u sill mirë me fjalën e Allahut dhe fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej mënyrave që Allahu subhanahu wa taala u ka mësuar njerëzve fen është metoda e premtimit për shpërblim dhe metoda e kërcënimit me dënim. Nëse i shifni ajetet të cilat kanë zbrit kryesisht në Mekë, flasin kryesisht për çështjet e besimit dhe për çështjet e shpërblimit në botën tjetër për ata të cilët besojnë. Kush e beson Allahun e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka më hyrë në xhennet. Kush e bën këto, ka më marrë këtë shpërblim. Kush e bën këto, ka më marrë këtë shpërblim. Kështu Allahu subhanahu wa taala ju ka fol njerëzve për 13 vite në Mekë. Ajete të zbritura në Kur'an dhe hadithe të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentet më të vështira në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte njerëzve, në këtë rast familjes së Jasirit, të cilëve u apatën ekzekutuar mushrikët babën edhe nonën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, sabran ala Jasir, bëni durim o familja e Jasirit. Edhe pse kishmut pejgamberi sa më thonë kështu, bën ndrani pak më sele, zbutni se apo që është pak vështirësi në thonë këto. Asnjë se ka thonë kështu hiç. Sabran ala Jasir, bëni durim. Duroni.
Inna maw'idakumul janna, se unë ja premtoj që keni me hinë xhennet. Dhe kushdo që ju thot njerëzve kur të ballafaqohen me sprova ndryshe, është i rrejt. Kushdo që, sado që të ketë titull, sado që të ketë dituri, sado që çka do, kur muslimanët të sprovohen, kushdo që ju gjen rrugë dalje ndryshe nga rrugdalja që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është duke i rrejt njerëzit. Të ka ndodhur kështu apo? Këshir pa pak me mujt me bo pak ashtu, me mujt kështu s'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ju ka ndodhur juve familja e Asirit? Ne kanë myt prind mushrikët, edhe e kanë myt mushrikët me torturë. Prind e Asirit që njihen si shahidat e parë në Islam, janë myt me torturë. I kanë myt duke i rre. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Boni sabër. Sabrën ala Asir, bëni durim. Familja Asirit, inna maw'idakumul janna, se shpërblim e keni xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ton ajetet që vinë Mekë, edhe hadithet që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kryesisht thirrin në çështjet e besimit dhe shpërblimi që ka marrë për atë besim. E kjo është metoda thirrjes së njerëzve duke ua përmend shfitimet. Çka kena me fitu na prej kësaj feje? Keni me fitu këtë. Se edhe feja, edhe besimi është interes. Është interes personal. Me pështu prej zarmit xhehenemit, me hinë xhennet. Por çka falesh? Po me hinë xhennet, për çdo. Edhe mos me hinë zjarm. Pse largohesh prej harameve, mos me hinë zjarm. Kjo është interes personal. Besimi është interes personal. Kushdo që beson dhe punon sipas besimit, pështon prej zjarmit xhehenemit edhe hyn xhennet. Mos më kon kështu. S'ka kur far logjike me bo namaz, as nuk ka kur far logjike me agjëru, as nuk ka kur far logjike me besu. Pse beson ti veç ashtu? Jo më se ka diçka mas këtij besimi. Ka marrë një ditë që kemi mund llogarit për besimet, bindjet e tona, edhe kemi mund llogarit për veprimet e tona. I kemi kryer obligimet ose si kemi kryer? Jemi largu prej harameve ose nuk jemi largu? Kurse ajetet në Medine, Allah subhanahu wa taala i tregon pastaj pasojat, i bjen urdhat, i bjen ndalesat, pastaj tregon pasojat edhe dënimin për atë i cili nuk punon çysh ka urdhëruar Allahu dhe nuk largohet prej asaj që ka ndaluar Allahu. Kush pin alkool, ka më pas tek te. Kush bën amoralitet, ka më pas tek te. Kush vjedh, ka më pas tek te. Kush i mbyt njerëzit pa drejt, ka më pas këte. Kush i dirë gjakun, kush. Çështjet e cilat janë të ndaluara, gjunat, ose çështjet e cilat janë të urdhëruara, obligimet, kushdo që nuk i kryen obligimet dhe i kryen ndalesat, ka më marr dënimin. Ka më marr dënimin që se ka krye obligimin, edhe ka më marr dënimin pse e ka vepruar ndalesën. Dhe ndalesat edhe urdhëresat duhet mi mësu. Kemi përmendur që ajetet e para të cilat kanë zbritur në Kur'an janë ajetet lexo. Çka më lexu? O lexo çka të kit detyrë aty o djal. Lexo çka të ka urdhëruar Allahu, çka të ka ndaluar. Mos u di deri kiamet ana ja se kum dit, pse si kem mësu, atë kum thonë në ajetin e parë atje lexoj. Mësoj. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Çështjet të cilat vetë së në mërin, pyti ata të cilat kanë dituri. S'munësh me dalë ditën e kiametit duke e pas fjalën e Allahut në dorë, në Kur'anin, duke e pas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dorë, edhe nuk e kam ditë që ka urdhëruar Allahu për këtë, nuk e kam ditë që Allahu subhanahu wa taala më ka ndaluar për këtë. Pse s'e ke ditë? Pse s'e ke mësu? Pse s'e ke pyet ata të cilët i dinë? Dhe autori e fillon librin me një çështje e cila i prish raportet mes muslimanëve dhe kjo është prej çështjeve më kryesore që e bën fesadin të muslimanët. Ajo është gibeti,
është me i bëjt fjalt edhe me i bëjt munafiki muslimanve. Shirri më i madhe që i bëjt muslimanve është çdo tria. Duke filluar prej çështjeve më vogla në familje deri që çështjet më të larta të shtetit islam. Familjet i prishin që ai kishte kështu, ky kish bëu ashtu, ai kish bëu aty ky. Edhe shtetin islam e prishin munafik kështu, ai ashtu, ky kështu. Turret. Të shpif, të bë munafiki, të bë gibet, të bëhet fjalë pa i thon kërkushish. Atë ka thon ty mi bëhet të fjalë dikush, ka autorizuar, ka. Jo, pse fol kot pa lidhje? Njerëzit bëjnë gibet. Gibeti është me i marr njerëzit veprimet e tjerëve, me shpërnda veprimet e dikujt me shpërnda të tjerë. O djallë kur du mi shpërnda fjalët e mia, veprimet e mia, i shpërndaj une. S'ka nevojë ti me dal, a keni çka kështon ai, a keni çka kështon ky. Po vallahi kanë faj edhe ata që të ngojnë, edhe ti që fol. Ti që fol është e ditme. Po ata që të ngojnë tani edhe ata kanë faj, që se kanë fuqinë me thon, a bën me mshël gojën ti mos më fol hiç. A të vetë dikush ty kush çka ka thon. Për shkak se kur të përhapen fitnet, fjalët mes në muslimanëve, fajet nuk i kanë vetëm ata të cilët i përhapin, po fajet i kanë ata të cilët i pranojnë. Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala thot sahabëve, edhe drejtohet të gjithë muslimanëve, o besimtar, o musliman, in ja'akum fasiqun binaba, kur ta bin ndonjë lajm në njëri që nuk është bash i paqt. Fasik, dhe fasik është çdo kush prej muslimanëve që ka gjënoat hapta. Kushdo prej besimtarëve që ka një gjëna haptazi është fasik. Por me fiskun që nuk e nxjerr pe imani. Për shkak se fisku, prishja, ndohet në dy lloje. Prishja e cila të nxjerr prej feje, është i prish deri në atë nivel sa që ka dalë prej feje krejt, edhe prishja është i prish deri në nivel, por nuk është në atë nivelin që e nxjerr prej feje. Ata të cilët bëjnë gibet, ata të cilët bartin fjalë, ata të cilët bëjnë munafiki, dyftërsi muslimanëve, jo munafikia që të nxjerr prej feje, janë njerëz të prishur, por prishja atyre nuk e ka mri nivelin me nxjerr prej feje. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sot Allahu nëse vjen një fasik, një njeri që ka defekte në jetën e tij të përditshme me zbatimin e urdhave të Allahut dhe largimin prej ndalesave, fatabayyanu, mos i besoni asaj që po thot ai. Fatabayyanu, po vërteton e lajmin nga njerëz që janë të besueshëm, a është lajmi i vërtetë as është? En tusibu qauman bijahala, për shkak se ndodh që pastaj i hinë hak njerëzve me ignorancë. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin, e i bini pishmon tana, mos i ta kuptoni që s'ko ka kon çashtu. S'ko ka kon çashtu, po ti na bën rezil neve që 10 vjet o djal. O dul vallas, dul ndryshe, po dul ndryshe zararin që e bëne deri tash. Kush e pagun këto? Shkaku i zbritjes së këtij ajeti është urdhni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka dhënë një prej sahabëve me shkuar me mbledh zakatin të një fis i cili ishte larg Medinës. Ky sahabiu që ka shkuar me u ngarku me mbledh zakatin të ai fisi, disa dietar thonë ka pas inatit të mahershëm me atë fis. Disa tjerë thonë s'ka pas inatit të mahershëm, po ka pritu me shku. Disa tjerë thonë s'ka pas inati, s'ka pritu me shku, por u tut. Se rruga ka pas shketin, ka pas e gërsina, o tut se pe i del në iluana, diçka pe myt. Edhe u largu për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam niku, u kthy te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o e dërguari i Allahut, unë e kishte ata, po than nuk e jap me zakatin. Qysh nuk jep në zakatin? Që kjo ndodhi i ka përsërit Ebu Bekrit në realitet pastaj në khilafetin e tij,
Dhe Abu Bekri i ka llogarit pa besimtar të gjithë ata të cilët e kanë ndaluar dhënien e zakatit në khilafetin e Abu Bekrit. Kurse zakati në shariatin islam është më i ulët se sa namazi. Namazi është më i madh. E sot as ata që e lën namazin as kërkush se bën tekfir hiç kërkon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë lajm. Fisi s'po do me dhënë zakatin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me përgatit një ushtri për më shkue me luftu këtë fis. Por to Abu Bekri radhiyallahu anhu në xhilafetin e tij kur ka ndodhur mos me dhënë zakatin, e ka përgatitur ushtrinë. Edhe Omar ibn Khattabi nuk e ka kuptuar këtë çështje në fillim. Edhe disa sahabi tjerë, pse po çon ushtrinë? O, dinë Abu Bekri pse e çon? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohën e tij ka pas me qiu. Kujton dikush që halifja e muslimanëve bën sene qyshiteket, që jetën e ka shkri për këtë din, ai munafiku aty tunet fol për ta. E s'ki faj. Hiç s'ki faj që fol ti. As nuk je munafik, se ki qitë kufrën e shëqone. Veç fol. Kanë fol për Abu Bekrin. Pse? Po i bën njerëzit qafira. Po i bën se kanë dhënë zakatin. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një situatë e ngjashme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me përgatitur ushtri. Pastaj i ka ardhur lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në disa transmetime banorët e atij fisit e kanë thënë linjeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar me Allahut, pse kësi vjet je vënue s'ka ardhur me morë zakatin?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fol me ata, çka kjo ardhur, më kanë thënë paria e fisit me vet, a ka ndruar në dispozita, çka mo, pse s'ka ardhur me morë zakatin? Mos kemi marrë na kemi thënë njëri. Jo, njëri s'pas ka shku hiç. Po ti s'pas ka shku hiç, po pse na thon neve që këta s'pe japin? Çe më të pas nguhen aty e kishmi bën një ushtri, kishmi shku me mbyt njerëzit. Masi kishmi mbyt njerëzit, çka më bë? Ja, Allah se kisha marrë veshun e mirë. Po kush ka fajt ashtu kurse ke marrë vesh mirë, pse s'e ke mshël goje? Folin gibet bartje fjalëve, rrenna, shpifje kret. Në fund kur gjë kërkuna, si jep llogari kërkuna. Ama zararin që ke bën, a mendon se s'ki me dal para Allah subhanahu wa taala me dhon llogari për këto? Gibeti me i bajt fjalët e njerëzve. Me përgoju. Edhe nëse si bart fjalë, me i përgoju. Se gibet është me thonë, ky ka thonë ashtu, ai ka thonë kështu, ky kish bë ashtu, ai kish bë kështu, ky kish bë kështu, ai kish thonë atina, ky është gibeti. Kurse bartja e fjalëve, ai është ashtu, ky është kështu, të i bë cilësimet e njerëzve. Në hadithin të cilin e transmeton Imam Ahmedi, Allah subhanahu wa taala e pas mëshirua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Lamma urija bi", kur kom shkuar në Miraj, Israja dhe Miraji, udhimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Isra i thonë udhimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Kuds, në Palestinë. Kurse Miraj i thonë udhimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Kudsit Palestinës në qiell. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kom bën Mirajin, kom hyp në qiell, kom kalue ka disa popuj, ose kom kalue te një popull, të cilët i kishin thojt e mëdhaj, edhe thoj me material të fort, jo sikur që janë thojt e njerëzve, me cilët thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me çeta thoj i grynin fytyrat e veta dhe gjoksat e tyre, këta njerëz. Fekult, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thash une, ja Gjibril, o Gjibril. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mirajin e ka bën së bashku me Gjibrilin. Melekun kryesor. Nuk ka melek më kryesor se sa Gjibrili. Dhe nuk ka njëri më kryesor, më i rëndësishëm, më i dashur se sa
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, te Allahu. Dhe për dallim, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i dashur se sa Xhibrili dhe sa krijesa tjera. Nga se në atë që është transmetuar sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëtuar Miraj në qiell me Xhibrilin deri në një vend, kur ka shkuar në një vend Xhibrili ka thonë tash ti ec vetë se unë s'kam drejt me shku me ata anena më. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas drejt me ec për te asaj që ka ec Xhibrili. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kom shkuar në Miraj, i kom pa disa njerëz me thoj të mëdhaj çelikut, me të cilët i grynin fytyrat e tyre dhe gjoksat e tyre dhe thash o Xhibril, men ha ola, kush janë këta më? Qal, ka thonë Xhibrili, ha ola alladhina yakuluna luhum an-nas, këta janë ata të cilët e hanë mishin e muslimanëve. Në hadith ka thonë e hanë mishin e njerëzve, por ne kemi përmend se kur thuhet njerëz, fillimisht janë për qëllim muslimanët. Yakuluna luhum an-nas, e hanë mishin e njerëzve, e hanë mishin e muslimanëve, wa yaqauna fi aradihim, dhe i akuzojnë nder. E hanë mishin e tyre, bën gibet. I akuzojnë nder shpifin. Dhe pasha Allah, ngrania e mishit të muslimanëve tash bëhet sikur më kanë mish i kingjit, ose edhe më i mirë. Mos i ta fal tu hije namaz, i bën një 2-3 gibete filoni, tu boj kameti, si ti be selam me Allah, pa dhon bashmir, e kap dikon, ai boni, ky boni. Çka po të intereson ty, çka boni ai, çka boni ky Allah. Dhe e sulmojnë, akuzojnë njerëzit në nder. Dhe njerëzit, akuzimi i njerëzve në nder është për gjunave më të rënda. Pastaj akuzimi i besimtarëve është edhe më i rënd. S'ka drejt kërkush për muslimanëve me cënue në nderin e kërkuj. As për burrave, as për grave. Gra filone tashu, kush je ti? Çka? Se këshyr grën tonë ti. Se këshyr veten tonë ti. Po kamet me këshyr punët e huaja, nderet e huaja, moralet e huaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpjegon këtë dënim që komentatorët e hadithit kanë thonë është para se me shkuar në xhehenem. Se këta alos kanë shkuar në xhehenem. Njerëzit prej që vdesin deri në ringjallje, në islam quhet jeta e varrezave, ose periudha që quhet barzakh. Në barzakh, në periudhën mes vdekjes edhe ringjalljes, ka dënime të kopaskoshme edhe ka shpërblime të kopaskoshme. Por nuk është dënimi i vazhdueshëm. As nuk është shpërblimi i vazhdueshëm. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Pa besimtar që vdesin deri në ditën e Kiametit, Allah subhanahu wa taala i paraqet të zjarri sabah akşam. Çdo kush që ka vdek prej te Ademi alayhi salatu wasalam deri sot, edhe që kanë me vdek deri në përfundimin e kësaj bote, deri sa të bëhet Kiameti, ata sabah akşam i nënshtrohen xhehenemit. I nënshtrohen xhehenemit në zirën, në sabah, në mëngjes, edhe në mbrëmje, i nënshtrohen xhehenemit në zirën. O ju me të kumusa, në ditë kur do të bëhet Kiameti, adkhilu ala Firaun ashadd al-adhab, thot Allah do të shtimna familjen e Firaunit dhe kushdo që është i ngjashëm me të, pa besimtar, në dënim që s'ka ndërprerje më. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ecë me sahabët i ka bërë 2 varreza, ka thonë këta janë të dënu. Për çka janë të dënu? Njëri se ka bërë fjalë, edhe njëri nuk u kujdes për papastërtinë e tij. Dhe e ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në barin, në shtag, në diçka të njom, dhe ka thonë shpresoj që Allah subhanahu wa taala t'ia ndal dënimin derisa të thahet që kjo.
Edhe këtu e kanë bën një farë gabimi që edhe sot e bojnë, kur des dikush tani aqesin një bakalluj vorrit, nëse keni vret, kjo është bidat, kjo s'bën me aqit kjo. Se s'ka bo kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po këta kanë marrë të që kjo hadithi me që pejgamberi sa më ka qitën diçka për mit njom, atëherë na pëlqes mi ujë deri thot ujë, logjik, po s'është ibadet ky, nuk është veprim që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por në këtë rast ne dëshirojmë të shpjegojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ka vendos atë degën e njom mbi varr, aty nuk ka ndërprer dënimi. Derisa të thotë kjo degë pe rahmetit të bereqetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tash do të thonë njerëzit në Vareza dëlohen po i ndërpritet dënimi, dëlohen shpërblen, i ndërpritet shpërblime ata që kanë mos shpërblye. Edhe këto njerëz të cilët i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam miraj, këta nuk kanë hyrë dënimin përfundimtar të gibetit. As të asaj që i kanë bëjt fjalë, por janë në një dënim të përkohshëm. E që këtë dënimi i përkohshëm i tyre është me thojt e tyre prej qeliku me i gryje ftyrat e veta edhe me i gryje gjoksat e vetë. Kushdo që dëshiron me folë diçka për një musliman, në takin menen e rështra. A i ka shumë ti mu gryje me thoj ftyrën edhe gjyksin? Jo, për lep që po folë për tjetërin. Në hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin gjithashtu të transmeton Imam Ahmedi edhe Abu Davudi, prej gjunohave më të rënda është me zgjat gjuhën në nderin e muslimanëve pa pas drejt. Me zgjat gjuhën me fol për musliman pa pas drejt. Dhe ndëgjoni. Edhe njerëzit në islam janë të kategorizuar. Nuk ka dyshim se të gjithë janë të barabart para urdhave të Allahut dhe ndalesave. Por thot Allah subhanahu wa taala inna akramakum inda Allahi atqakum, ma i nderumi për juve të Allah subhanahu wa taala është ai që është më i devotshëm. Edhe në këtë dynjë të ligjet e shariatit njerëzit janë të gjithë të muslimanët para ndalesave dhe urdhëresave janë të gjithë ashtu siç i ka urdhëruar dhe i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, por për ka rëndësia dhe vlera pozitat që i kanë, pastaj ndryshojnë. Nuk është i barabart gjunohu që e bën ndaj babës e ndaj nonës, njëjtin me bën ndaj vllazës ndaj motrës. Gjunohu është njëjtin veprim e ke bën, ama personi që e ke kundërshtuar është me një pozitë më të lartë se ky tjetri. Pozitë që ja ka dhënë vetë Allahu subhanahu wa taala. Tash në shoqërinë islame njerëzit radhiten kështu. Janë mosa e gjërë, popullata, djetarët dhe khalifja e muslimanëve. Thonë që shtu shkon? Radhitja. Njerëzit, ulemat dhe udhëheqësja dhe njerëzve dhe ulemave dhe kretëve. Ajo është khalifja e muslimanëve. Ta shta folin për musliman, shifën e shka është gjunohu. Po kur të folin të në për djetarë, është edhe më keq, po kur të folin për khalifën e muslimanëve, prisin e drejt muslimanëve, ata pa turp, se s'ka as iman as senta, Ebu Bekr ve Umar, për shifësha nere një i fliqën, Ebu Bekr ve Umar kafirani. Ebu Bekr dhe Umar e qafira. Ty të kamet më... Kjo gibet, kjo shpifje, kjo rrem, nuk është e njëjtë si kërë më pasbon ndaj dikujt prej muslimanëve të zakonshëm. Edhe pse për muslimanët e zakonshëm, se dhe ata tjerë janë zakonshëm, por kanë nivele dhe përgjegjësi me fol për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kom pa duke i gryje ftyrat e tynve, edhe duke i gryje gjoksat e tynve, para se më shkojnë në xhenem, se ku shkojnë në xhenem tana ka muhabet tjetër, tash llogaritën e ata të cilët folin për dietar, pa nal hiç.
Që filon dietari qafir, filon dietari bidatxhi, filon dietari e ti kush je o kastravec. Nëse duhet me esqaruat të këfirin e dikuj për dietarëve, dalin dietarët e Sunetit se ata e mojnë drejtimin e kësaj feje, nuk e mojnë mën e ti. Nëse duhet me kallëzuat devimin e dikujt, dalin e kallëzojnë ata. Ma jo kush qënë sa va zgjahil, zdin asni sen, zi hiq kur gjo hiq. Edhe të nkohen me dietar, të nkohen. Kur gjo tjetër hiq. Ose edhe ma nalt, ana të nkohen me ata cilët e bin shariatin e Allahu subhanahu wa taala, ata cilët e zbatojnë, edhe mbrojnë me jetë me shka ka shariatin e Allahut, quhen ata munafikin, fol për poshtë për pjetë. Por gjithë se cili për tyre duhet me e llogarit se çka keme thonë në ditën e kiametit për këta. Njëherë, në transmetim të sakt, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, hadithin e transmeton Imam Ahmedi. Aisha radiallahu anha në një transmetim ka shkua me një darsme. Në një transmetim tjetër, Aisha ka qenë duke fol për një gru tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për Safijen. Thot, transmetimi që flet që Aisha radiallahu anha ka qenë të fol për Safijen, gruan tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kishte një motiv në thojza për cilin fliste Aisha, për shkak se kishte xhelozi. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj dërguari i Allahut, innaha qasira, a për Safijen po fol, a të voglena? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, laqad qulti kalimatan, e ke thonë një fjalë. Kur e ke nënçmu, ke dash me fol me përbuzje për Safijen, e ke fol një fjalë qesht fliqt keqe, që me ja pasqitën detnave i kish ndot. O që thash kur gjësash? Na sa thojmë filonish i vogël që ka që e tjetëri ishtë si plepe, se bën me kërkush, shka të fol, ishte trashe, ishte zefte, hiq as gale se ka për këtë punë. Allah, ai që është i trash, po nuk ka qefve, edhe vetë që është qashtu, a veç edhe ti tash me gjujt atina, shka e bë kështu, ai të di shka e të fol. Ai tjetëri që është tjepër i zajft, edhe ai së është i kënaqur me qëta. Ai që është shumë i shkurt, ai kish pas që më koni gatë nështë ta. Mesatar të pakten, ai që është shumë i gatë, kish pas nështë ta. Po Allahu subhanu ta'ala ka bo qaq. Sa shvi që ti me shku mi kalzu atina se ti këke shumë i gatë, se ai sukon të e pa bash mirë. Qa kje ti me gjatësin e filonit, ose ai që është ma i shkurt? Me trashësin e filonit, ose ai që është ma i zajft? Kur po thua Safijen, a të voglena? Qysh ma është që të fjallë që ke folë ti, me a pas gjujt detnave, i kish fliq, s'kish ba me pije. Transmetimin që flitet se Aisha radhiyallahu anha ka qenë në një darsme dhe ku ka kthye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet çu shkalove, ka thonë mirë, veç se nusja e shkon pak e vogël, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pas dek tash kishe hin në xhehenem. Po bere pishman, ja ber. Asti na shua ty mi mot nusë se na qysh. Pendov se për çet fjalë, për shkak se më pas vdek tash kishe hin zjarr. Thënë, kjo është mës sjellja e mirë me musliman. Edhe jo kur janë prezent ata, po edhe kur janë prezent ata hiq. Besimtari e ka për detyrë me rujt nderën e besimtar tjetër, jo me sulmu. Tash llogarit në një çoban që e ki pagu me parë me të rujt dhënë, ai me shku me të myt. Një besimtar që e ka detyrë me rujt nderën e muslimanëve, e ka për detyrë me rujt familjen e tij nëse është në përgjegjësinë e tij, e ka për detyrë me rujt fenë e tij. Ky është ai që e prish. Tash kjo është zarari. Nëse më u kallzu muslimanë, më thonë, këshire, unë jam munafik, unë për me. Ti bes kallzon më ty kërkush hiç, as unë prek dirën e kërkun as kurrë.
Po ti nderin e tjerëve e prek të ushit musliman. Tu i rrejt njerëzit të menua ata se ti e i devotshëm e ti prek në familjet e tyre. E prek në nderin e tyne. Rrim me to vlla musliman, 70 vjet, ma 70 vjetëve prishën për një çështje diçka, çka do të jetë ajo zakonisht prishën për çështje të dunjos, kur t'ja nisën. O kur im kollën me ta, ai bëj kështu, ai bëj ashtu, po ti bëllti që si munafiku që pas kenet me ta që 70 vjetëse. Që si kallësh ti gjunat e këtina para se më të ndodh problemi. Ku është imani? Imani jot këtu ku është? Thënë ti i vill kundra muslimanve kur të idhnohesh me ta, i vill kundra nderit tynve, pasunisë tynve, gjithçka fese, kur s'ka shkue që shke pas qefti me shkue. E ki fol një fjallë që me pas dhe këtë rast kështë hije në Gjehenem. Një hadith tjetër, të cilën e transmeton Imam Bukhariu, Imam Muslimin Sahih pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yadkhulul jannata qattat, nuk hyn në xhennet ai i cili bart fjalë, s'hyn në xhennet. Dhe nuk hyn në xhennet, kemi thonë, nëse vepra nuk është prej veprave që e nxjerr njeriu prej feje, do të thonë nuk hyn në xhennet pa u dënu, që ky gjuna nuk falet. Ka disa gjuna që s'falet. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah subhanahu wa taala i fal të gjitha gjunat, është ajeti i përgjithshëm. Për jashtim i nxjerr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa, këtë ummetit e mi fal Allah gjunat, illa al-mujahirun, përveç atyre që i bojnë gjunat haptazi, nuk ja fal Allah, mos ta rren veten kërkush. Edhe ai që bën gibet, ai që bart fjalë, nëse nuk pendohet duke qenë këtë dynjo, nuk i falet ky gjuna në ditën e Kiametit, se është hak i njerëzve. Dhe hakun e njerëzve Allah subhanahu wa taala nuk e fal. Por do të më përball me ta e më marr dënimin. Ose ti morën ata sevapet, nëse të harxhohen të gjithë në gjunat, ku ke shkuar ti? Falu knena, merr njerëzit të përgoj, hupi namazi. Agjëra, shkon haxh atje knena se në gojën kur. Çka u bë me këtë gojë kështu me ti hub veprat e tua, edhe me marr gjunat të tjerëve. Dhe e fundit ose e treta në këtë pikë, bartja gibeti, bartja fjalëve dhe munafikia, dyftërsia, po e cila nuk nxjerr për feje, në një hadith të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu gjithashtu, edhe Imam Muslimi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna sharra an-nasi 'inda Allah yawm al-qiyamah dhul wajhayn alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajh. Njerëzit më të këqij në ditën e Kiametit te Allah subhanahu wa taala janë njerëzit me dy fytyra, me disa fol ndryshe, me disa fol ndryshe. Njerëzit më të këqij në ditën e Kiametit te Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Buhariu në Sahih, edhe Imam Muslimi në Sahih, janë njerëzit të cilët janë me dy fytyra. Kur trin me xhamatin e këtyre, bëhet si këta, kur trin me xhamatin e atyre, bëhet si ata, kur trin me ato që i kanë meselet që kjo kufër, thotë jo, kufër, kur shkon te ata thotë jo, nuk ka bash kufër, ç'kjo është munafiku. Besimtari ka qartësi. Që kjo është kështu, ndesh që me ty, ndesh me ato, ndesh me këndo që kjo çështje në fetare është kështu. Ata munafikt hana për shumë kurita, pak aty, ku shkojnë të ata, ku shkojnë të këta, jo, me dy fytyra. Por prej cilësive të këtyre njerëzve, pastaj i ka përmend pejgamberi, i ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an, një prej cilësive nëse dëni me i dalue kush janë qëta njerëz që paraqiten me dy fytyra të musliman të ndryshëm, thot Allah subhanahu wa taala yahsabuna kull sayhatin alejhim. Çka të folet, mendojnë që i na të fol për ta. Çka është cilësia për me pa kush është munafiku, fol dikush, a më duket për mua pat, po se ti je munafik për çfarë? Në hyjt me tu kallëzue,
për mu më duket foli, po kush ty bëll të ka po ty hoxha heq. Asë se këtë dikë jo këtu, po kush ka fol për tyje. Kretë mu ma qiti. Jahsebune kulle sajhatin alejhim, qka të folet, menojnë që janë të folë për ta. Po së të folë njerëzit për tyje heq. Komentatorët e Kur'anit kanë përmend disa arsye pse këta njerëz menojnë që kush të folë diçka janë të folë për ta. Një prej komenteve shumë interesant është thot për shkak se këtë që ato gjunosh ka folën i ka, tale i bje sikur që i kanë ditë këta po folë për ta. Se këtë që ato munafikia i bën. Ta shkur të folën, Allah më doket për mua pat, pse t'ja jetë që ato ja? Ta shlogaritë me ardhë, dikush me thonë, që tu është një hajduk, kush që ka gale për veti, kush ko ka në të gjinet, ama i që s'është vjes, a i se po menmile, o, këto është një që pinë alkohol, mu se pat për mua, ti ja pinë as pinë, pse po menën që ka pas për ty, ose kështu është një rëndës, Allah më do këtë mu, mendimet, se gjithçka ose tjerët kur folin për ta, tjerët kur folin ma bete të tynve menojnë që janë të folin për ta, është një prej cilësive të atyre të cilët paraqiten para njerëzve me dy fytyra. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na falë në atë që kemi gabuar, na përmirëson në pjesën e jetës që na ka mbet. Kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.